Këngëtari i njohur Blero ka ndarë një mesazh të fuqishëm në rrjetet sociale pas lam të mirës së fundit për artistin Shpat Kasapi, i cili u varros në Tetov në qytetin e tij të lindjes. Mesazhi i Bleros reflekton dhimbjen dhe respektin për mikun dhe kolegun e tij, duke theksuar sa i madh ishte ndikimi i Shpat Kasapit në muzikën shqiptare dhe në jetën e njerëzve që e njohën. Ai u nda nga jeta papritur në moshën 40 vjeçare si pasojë një sulmi në zemër teksa ndodhe në Itali. Shpat i dashur, njerëz si ti nuk largohen, ata thjesht kthehen në dritë, dhe dritën tënde ne do ta mbajmë me vete, në çdo këngë që do ta dëgjojmë, në çdo kujtim që do të ndajmë, në çdo moment kur na duhet një zemër e pastër për të na kujtuar se çka është dashuria. U pret në paqe shpirti i tij i bardhë, lavdi kujtimit të Shpatit, një njeriu që na la më shumë se sa mori, shkroi Blero në profilin e tij në Instagram. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.